Tani është më rëndësi të shohim se si sillen ata kur nisin një lidhje të re me dikë tjetër. Së pari kemi faktin që personat me atashim shmangës përçojnë sinjale të përzira. Kur del me dikë që ka atashim shmangës, shpesh mund të përjetosh një katrahur ndjenjash. Dhe pse ndodh kjo? Sepse personat shmangës janë në një kontradikt brenda vetes, nga që çdo qenie njerëzore ka nevojë për intimitet emocional, edhe ata gjithashtu duan të kenë lidhje me njerëz të tjerë, por në të njëjtën kohë kanë përvoja të hidhura që i kanë lënduar në lidhjet e tyre të ngushta të mëparshme apo jo. Që ta bëjmë më të thjeshtë, nëse një person është i uritur dhe sa herë që ha ndjen një përzierje në stomak, si do të formsohet lidhja e këtij, marrëdhënia e këtij personi me ushqimin? Jam i uritur, kam shumë uri, kam nevojë të ha, por sa po filloj të ha, më vjen për të vjell, nuk dua të ha më. Personat shmangës në thelb e urrejnë vetmin, por, dhe ky është një por i madh, sa herë që krijojnë një lidhje, tremben. Ndonë se kanë etje pra për lidhje në nënvetdijen e tyre, sa po krijojnë një kontakt serioz, friksohen. Dhe nga kjo kontradikte brendshme, burojnë sjellje shumë të çuditshme. Në fillim mund të ndjekin me shumë pasion, aq sa ti thua, sa shumë interesim, sa i dhënë që nga pas meje. Pas ndonjë muaj apo 2 muajsh papritur, nuk t'i kthejnë mesazhet fare. Dhe kur i pyet ç'a ndodhi, filluam të dalim bashk, të flem bashk, gjithçka dukej mirë, pastaj befas ai u zhduk, avulloi. Dhe këtu unë dua të theksoj se këto këshillat e tipit që nëse je grua, mos bëj gjë me të në takimin e parë se ai do të zhduket pastaj, është thjesht një frazë e përgjithësuar keq. Sepse nga përvoja ime deri tanishme në planetin Tokë, kam parë njerëz që flenë bashk, që në takimin e parë, dashurohen, martohen, bëjnë fëmijë dhe çojnë përpara një jetesë krejt normale. Kam parë gjithashtu edhe njerëz që flenë bashk herën e parë që takohen dhe pastaj shndërrohen në fantazma të njëri tjetrit. Varet nga individi pra, nuk është e njëjtë për të gjithë. Dhe ky është problemi në rrënjë me këto këshillat për njohje, për dating, sepse përgjithsojnë shumë, mendojnë se të gjithë janë njësoj, i njëjti kallëp, nuk e marrin në konsiderat individualitetin e secilit. Personat shmangës pra përçojnë sinjale të përkundërta, ndonjëherë hot, ndonjëherë cold, e kanë pra atë nevojën bazë për t'u afruar emocionalisht, për krijuar lidhje me njerëzit e tjerë, por në të njëjtën kohë e urrejnë atë afërsi nga frika e lëndimit. Kjo bëhet burim konfuzioni për dikë që del me ta, sepse mund të ndodhë që ata nuk t'i kthejnë mesazhet për ca kohë dhe ti inatosësh, thua me vete mirë, drejt që e mori s'po i shkruaj asun. Pastaj befas, ata kujtohen, shkruajnë dhe të pyesin, hey, si je? Dhe ti habitesh. Këtu futet pra në loja i koncepti që përdoret shpesh që ai po bën të vështirin ose këshilla të çuditshme rreth takimeve se sa më shumë të largohesh, aq më shumë ata do të ndjekin nga pas. E vërteta është se personi shmangës nuk do që ti jesh as tepër larg në dhomën tjetër, por as tepër ngjitur, afër, brinjas me mua. Ai do që ti të jesh këtu, në këtë zonën e midist. Mos u afro shumë, por as mos ik, mos u largo shumë. Nëse ti largohesh në të vërtetë, ai do ta tërheq pak litarin që të kthejë mbrapsht, por në përgjithësi, sa më shumë të rritet afërsia midis jush me kalimin e kohës, gjë që është normale, aq më shumë ata do të përpiqen që ta shtyjnë tjetrin larg. Prandaj shumë persona me lidhje shmangëse kanë vështirësi me konkretizimin. Ky është përsëri një lloj tjetër sinjali i përzier, sepse nuk dua që ti të shoqërohesh me njerëz të tjerë, as vetë nuk jam i shoqëruar, nuk jam i interesuar për askën tjetër, por ama as nuk jam gati të martohem. Nuk jam gati për martesë, nuk jam gati për martesë, nuk jam gati për martesë. Dhe çdo më thënë kjo nuk jam gati, kur do të bëhesh ti gati? Sigurisht, në dukjet të parë mund të duket një arsye e vlefshme pse dikush nuk është gati për martesë, ka shumë arsye të vlefshme pse dikush nuk mund të jetë gati për martesë, por nëse ke një atashim shmangës, kjo arsye në dukje e vlefshme po shërben si mask për të fshehur këtë tjetrën që ajo nuk më bind plotësisht si person, nuk po e afroj edhe më shumë, ta mbaj larg edhe për ca kohë, ta zvarris kohën me të, në një gjendje të midist. Pra njerëzit me atashim shmangës i pëlqejnë jashtë mase lidhjet që nuk kanë një trajt konkrete, që janë të midista, aty te pragu i derës, as brenda plotësisht, po as jashtë krejtësisht.
no strings attached, pra. Pastaj vinë edhe disa sjellje të tjera specifike që ata bëjnë. Njëra prej tyre është se mund të kenë pikpamje shumë të pandryshueshme, të ngurta, shkëmbore mbi marrëdhëniet. Një lloj qasjeje ku un kam mendimin tim, ti ke mendimin tënd dhe nuk ka pse të kemi një pikë takimi ndërmjet tyre. S'kemi pse gjejmë një mesatare në qëndrimet tona apo një zonë të përbashkët. Dhe shpesh ata përdorin fraza të tipit që shiko si është puna, është roli i burrit ta bëj këtë gjë, është roli i gruas ta bëj këtë gjë tjetër, s'kemi pse i bëjmë gjërat bashkë. Kjo mund të krijojë hutim sepse tingëllon si mizogjini apo mizandri, por thelbi është që ata nuk duan përzierje apo shkrirje të dy jetëve në një. Kërkojnë ti mbajnë gjërat të veçuara. Unë jam ishulli im, ti je ishulli yt dhe s'ka nevojë për një integrim të përbashkët. Mund të bijem dakord që s'jemi dakord. E kjo bëhet sfiduese në një marrëdhënie, pasi siç do të flasim më vonë, marrëdhëniet kanë të bëjnë me pajtimin, me gërshëtimin e pikpamjeve, me përkulshmërinë e qëndrimeve. Nuk është çështje kush ka të drejtë, a kush e ka gabim. Sipas personit shmangës, nuk ekzistojnë mendimet apo perspektivat. Ka një mënyrë që është e saktë, e imja, dhe një mënyrë që është e gabuar, e jotja. Pra, janë shumë të përqendruar tek objektiviteti, sepse objektiviteti nënkupton se nuk ka asnjë përzierje, nuk ka futje të emocioneve në lojë. Pra, vija është e qartë, kjo këtu është okay, kjo këtu nuk është. Po ashtu shumë interesante të thuhet, personat me atashim shmangës kanë tendencë të idealizojnë, të fantazojnë. Dhe si ndodh kjo? Ata zakonisht krijojnë një ide për një partner perfekt. Ata mendojnë dhe mbajnë gjallë fantazi të tipit që jam në kërkim të asaj, apo atij të duhurit, jam në kërkim të një partnere e perfekte, e cila plotson krejt listën e dëshirave të mia dhe nuk do të ndalem derisa ta gjej. Një problem i madh këtu është se njohjet online dating, e kanë thelluar për keq situatën, sepse na japin idenë sikur po, ai ose ajo idealja ekziston diku, mjafton që unë të përpiqem mjaftueshëm që ta gjej. Por pse nuk gjendet pra atëherë ky partneri i përsosur dhe pse tipat shmangës vazhdojnë të kërkojnë me akoma më shumë ngulmim për ta gjetur, sepse personat me lidhje shmangëse në thelb zhgënjehen nga marrëdhëniet e ngushta me njerëzit e tjerë. Kur zhgënjehen dhe lëndohen nga lidhja me të, si e mbrojnë veten? Me mpirje emocionale dhe me shmangje. Do ta shmang futjen e ndjenjave në lojë, sepse lëndohem. E kur lëndohem më dhemb dhe plaga emocionale kërkon shumë kohë që trupi im të shërohet. Dhe mënyra më e mirë dhe më e sigurt për të shmangur ndjenjat dhe plagët emocionale është të mos afrohem shumë me askënd. Sepse nëse nuk afrohem kurrë me dikë, nuk do të lëndohem kurrë. Më pas ndodh që fillojnë të takohen me një qenie reale, atje në botën e jashtme, jo digjitale, e me që është person real, do të ketë gjithashtu aspekte pozitive dhe negative, dhe kjo s'u pëlqen shumë. Pastaj fillojnë të mendojnë, okay, jam me këtë personin, por ky person ka të meta, nuk më bën të ndihem në idealen time, nuk e dua këtë ndjesi, po kërkoja dikë që të më bën të ndihem krejt perfekt në aspektin emocional, por kjo nuk po ndodh. Kjo është arsye pse vazhdojnë të kërkojnë, të gërmojnë për dikë shumë të veçantë, që u jep atyre një ndjenjë të përsosur për brenda, i bën të ndihen të sigurt, nuk i zhgënjen kurrë, nuk i shfrytëzon, është gjithmonë aty e tjera. Është versioni ideal pra i asaj që ata kanë dashur ndoshta që kur ishin fëmijë, që të mos zhgënjehen kurrë. Dhe nëse nuk po ndihem i lumtur, nëse nuk po ndihem në mënyrë të përsosur, duhet të jesh ti shkaku. Ata nuk eksplorojnë botën e tyre të brendshme, ndjenjat, mendimet, arsyet, sepse shpesh janë të mpirë emocionalisht, pra janë aleksitimik. Kjo është edhe arsyeja pse shpesh janë shumë të përqendruar te puna, te bota e jashtme. Unë do të fokusohem te puna, do merrem me arritje në botën e jashtme, do i shpërfill këto gjërat e mërzitshme brenda që quhen emocione, që s'më pëlqejnë fare. Ata shpresojnë se do të gjejnë partnerin e përsosur që u jep 100% siguri, pa asnjë rrezik, pa u lënduar, pa u zhgënjur asnjëherë, që në fakt është e pamundur. E dua pra, kam dëshirë për lidhje, kam dëshirë t'i hapem dikujt, të jem krejtësisht i hapur, i brisht, të ekspozohem emocionalisht. Por si fillim, kërkoj garanci të plot, të më garantohet se ti nuk do të më lëndosh kurrë.
Kjo sjellje idealizuese i vën në vështirësi partnerët e tyre sepse nuk janë të rralla rastet kur i dëgjon të thonë që sikur ta bëje këtë gjën më mirë, ose do doja të ishe kështu, ose të isha ashtu, duke të krahasuar ty me versionin e tyre ideal. Prandaj edhe bëhen tepër kritik. Tani kjo shpjegon edhe diçka tjetër. Ata kërkojnë partnerin e përsosur dhe në të njëjtën kohë kritikojnë, sepse ekziston një hendek, pra, një gap ndërmjet partnerit ideal dhe teje, partnerit ideal të idealizuar këtu dhe teje këtu. Ka një diferencë. Gjithashtu kur kritikon dhe ul vlerën e partnerit, çfarë ndodh me forcën e lidhjes emocionale mes jush? Normalisht dobësohet. Është shumë e vështirë të shkëputen prej dikujt që është i përsosur, por është shumë e thjeshtë të iki nëse ja zbuloj mangësi dikujt tjetër. Dhe sa më shumë mangësi që ke, aq më thjesht është për mua që të mbaj larg, të kthej shpinën, të mos jemi hapur me ty. Nuk je aq e mirë, ndaj s'kam pse të rrezikoj që të bëhem kaq shumë intim me ty. Pse të t'japi intimitet? E prej kësaj, ata shpesh bëjnë edhe veprime nënçmuese, sepse kur e nënçmoj dikë, e ruaj veten nga formimi i një lidhje të fortë me dikë tjetër. Nganjëherë nënçmimi mund të shprehet edhe në forma më të imta, të holla, kur e krahasojmë partnerin ton me dikë tjetër, për shembull, duke thënë ai ose ajo e bën këtë gjë më mirë, ose përqendrohemi me detaje në çdo hollësi, sa ke që bën këtë, sikur ta bëje pakës më mirë. Pra, kur sheh një moll, në vend që të vëresh 90% e mirë të mollës, përqendrohesh te 10% i krimbit. Shikon vetëm krimbin, pra, e shpërfill krejtësisht atë pjesën e shëndetshme të mollës. Dhe përse e bëjnë këtë? Qëllimi i tyre në një nivel të thellë subkoshient është të mbajnë larg njerëzit, të mos afrohen shumë me ta. Një person shmangës, pra, nëse vëreni me kujdes, po që se filloni të jetoni bashk, po që se po afroheni ka fejesa apo martesa, pra ti kërkon që gjërat tani të fillojnë të marrin një trajt disi më serioze, ata pa pritur shpikin arsye, kritikojnë, ose madje lëvizin fizikisht diku tjetër, apo e përqendrojnë të gjithë bisedat midis jush tek diçka që ka lidhje me zhvendosjen diku tjetër, sepse kur shtohet intimiteti, kur gjërat ti dëshiron që të bëhen serioze, ata friksohen, e shohin si kërcënim. Atëherë fillojnë sulme, kritika, debate, pa mundësi për të lëvizur në kushte si bashkjetues dhe jo si bashkëshort. Ata janë të lumtur, pra, të rrinë diku te kjo zona e mesit, te zona e midist. Edhe pas 8 vitesh lidhje ndoshta me dikë që është me ata shim shmangës, mund të vazhdoni të jetoni në këtë zonën e midist, në limbo, pa bërë asnjë hap konkret. Dhe për ata, kjo nuk është ndonjë kush e di se çfarë. Janë ende të palumtur, por friksohen gjithashtu nga çdo lloj avancimi. Dhe tani është momenti të flasim për konfliktin. Si sillen personat shmangës kur krijohen debate dhe situata konfliktuale në lidhje.